Kohë Reale në Radio Televizionin Publik Shqiptar. Takojmë edhe sot për diskutuar një sër ngjarjesh. Do të flasim pak në pjesën e parë për një ngjarje që ka ndodhur në maj, në fakt edhe sigurisht ka zbuluar se çfarë ka ndodhur me 42 vjeçarin. Bëhet fjalë për një ngjarje kriminale të ndodhur pikërisht nga dy adoleshentë të cilët kanë qelluar me armë ndaj të rriturit. Do kemi mundësi të zbulojmë pak më shumë pikërisht nga kjo ngjarje, ndërkohë do flasim pak edhe për Arjan Krajan, një hero i cili u fut në det për të shpëtuar dy persona të tjerë, por për fatin e keq humbi jetën. Pa çka se ka patur një tentativë për ta sjellë atë në jetë edhe në gjendjen e tij të komës, familjarët për fatin e keq që kanë shoqëruar për banesën e fundit. Megjithatë, duam të flasim ditën e sotme me personin i cili ka ndihmuar trupin e heroit të shoqërisë pikërisht duke e nxjerrë nga deti edhe duke i dhënë ndihmën e parë mes atyre personave të cilën edhe kanë parë skenën. Do ta kemi një rrëfim edhe një tregim të cilin do ta sjellim sot në program ekskluzivisht për të sjellë edhe detaje, po edhe për treguar që ka personazhe që sakrifikojnë në shoqërinë tonë. Në fakt, jo vetëm një ngjarje që vjen këtë radhë nga Shkodra, kemi patur edhe një ngjarje tjetër të mëparshme të një personazhi i cili bëri sakrificën e madhe pikërisht për të ndihmuar njerëz. Do kemi mundësinë të ndalem edhe pak tek bllokimi i monopateve, sepse shoqëria ka reaguar, ka protestuar. Përse vjen kjo protestë dhe a do të ketë një reagim nga institucionet pas reagimit qytetar? Do ta zbulojmë edhe do ta analizojmë sigurisht ditën e sotme në program, mbas edhe bisedës që sollëm ditën e djeshme jo vetëm me ekspert, po dhe me ata të cilët janë aktorë shoqërisë, edhe që kanë zërin e tyre për treguar se monopati është një mjet me cilin qarkullojnë në përditshmëri edhe e kanë jetën e tyre më të lehtë. Se ky është edhe mjeti dhe transporti publik, çfarë duhet bëj? Duhet ta sjell jetën më të lehtë. Fillojmë direkt me siglën për të ndalur më gjatë tek bisedat tona. Mirë se vini. E nisim programin për diskutuar një sër ngjarjesh në pjesën e parë të kronikës. Do të ndalemi pak tek analizat e jo vetëm ngjarjes, po gradecit për dy adoleshentë të cilët kanë sulmuar me armë 42 vjeçarin. E zbërthyer tashmë kjo ngjarje që nga periudha e majit, por kemi patur edhe Leonard Gurin i cili ka marrë me forcë dhe ka dhunuar në makinë një grua. Për çfarë bëhet fjalë? Bëhet fjalë për një ngjarje që vjen nga Korça. Policia e Korçës ka vënë në pranga 58 vjeçarin, por do kemi mundësi që detajet ti zbulojmë edhe me Llazi Saron, pikërisht kolegun të cilin kam në Korçë. Nga ana tjetër kemi patur shqiptarë të cilët bashkohen për protestën të ish luftëtarëve të UÇK-s. Kemi një seancë të gjatë e cila ndodh pikërisht atje për ata të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në çlirimin edhe të Kosovës, po edhe për të luftuar për të drejtën edhe qytetarët e Kosovës, për shqiptarët të cilët kanë qenë atje në periudhën e luftës, kur Serbi futi dhe tentoi që të zaptonte, por edhe shkaktoi genocide të mëdha për qytetarët tanë. Do kemi mundësinë që të ndalemi pak te kjo protestë e cila do të mbahet ditën e premte. Pra ditën e premte do kemi mundësinë që të shkojmë në këtë protestë dhe të sjellim zërat e gjithë qytetarëve, por analizën do kemi pak mundësi ta kuptojmë më shumë edhe ditën e sotme përse do të mbahet kjo protestë dhe misioni që do të ketë, pra qëllimi mbi të gjitha të kësaj proteste. Nga ana tjetër do të flasim pak për heroin që ka shpëtuar dy fëmijët, Arjan Kraja. Është një emër që tashmë duhet kthehet në simbol edhe në shoqërinë shqiptare. Një person i cili shkoi në det për të shpëtuar dy fëmijët, po për fatin e keq familja sot nuk e ka pranë. Sigurisht që kanë qenë ditë zije për familjarët, por është një model që shoqëria duhet ta marrë edhe duhet ta sjellë si modeli sakrificës, si modeli i heroit, si modeli që ne duhet patjetër ta sjellim edhe të marrim edhe shembull edhe në këto ditë ku në Shqipërinë tonë ka patur ngjarje të kronikës. Por jo vetëm, do të ndalemi edhe tek Bienalja e Artit, do të ndalemi edhe tek kultura, do të kemi edhe një bisedë për brezat mes brezit Alfa dhe brezit Zeta, kështu që programin Kohë Reale do të jetë sot i mbushur. Megjithatë, syri edhe rrëfimi jon do të vinë nga Llazi Saron në pjesën e parë, por jo vetëm, edhe me të ftuarin ekspertin e sigurisë që do ta kem në studio. Po lidhem direkt me Llazi Saron në Korçë për të treguar pak më shumë për ngjarjen e cila zbulohet që nga maji. Llazi, çfarë ka ndodhur konkretisht? Një ngjarje në Pogradec që zbardhet tashmë, po detajet e më tepërme do më japësh ti.
Flor, të përshëndes fillimisht, të përshëndes nga Konca, bëhet fjalë për një ngjarje që ka ndodhur në 11 maj, ditën e zgjedhjeve parlamentare në vend. Kanë qenë dy të rinj, të cilët tashmë janë të akuzuar nga policia për disa vepra penale, të cilët kanë qëlluar me një armë të tipit Kalashnikov nga një kodër e Pogradesit. Në fakt, fillimisht policia ka marrë njoftimin nga 43 vjeçari Mirjan Berberi, i cili është një person të paktën nga Mësimet e mia për të sjellë detaje më të shumta në emisionin tuaj në Koreale në RTS, është një person i cili njihet si person i qetë në Pogradec dhe në momentin që ka shkuar në banesën e tij mbrëmjen e 11 majit ka evidentuar disa shenja të kryera nga një armë zjarri. Menjëherë ka lajmëruar forcat e policisë të komisariatit të Pogradecit, të cilët kanë qyrur vendin e ngjarjes dhe kanë nisur hecimet. Dhe prej 11 majit, para disa ditësh, ka mundur të dalë me një vendim përfundimtar për sa i përket edhe arrestimit të dy personave, përkatësisht 16 vjeç. Se duam që ta kuptoj pak këtë, Llazi, se kjo është shumë e rëndësishme. Si thua, kur ka shkuar në shtëpi ka parë që ka patur disa plag nga armë? Atëherë, në banesë nuk ka qenë askush në momentin kur është qelluar me armë nga dy 16 vjeçare. Në momentin që 43 vjeçari Mirjan Berberi është kthyer në banesën e tij, ka parë disa shenja në fasadën e apartamentit ku jeton, e banesës ku jeton, dhe është alarmuar nga shenjat që janë sipas tij kanë qenë me armë zjarri dhe është vërtetuar. Pra këto kanë qenë shenjat, këto që jemi duke parë ne kanë qenë shenjat në banesën e tij. Pra xhami i thyer, por jo vetëm. Ato çfarë ka parë edhe Mirjan Berberi. Mirjan Berberi ku jetonte? Jetonte në qendër të Pogradesit, jetonte në rrethinat e tij. Edhe ku është gjetur arma e të rinjve? Mirjan Berberi jeton në lagjen numër 1 të qytetit të Pogradesit, është në lagjen nga lagjet kryesore të qytetit liçenor, por që pasi ka njoftuar policin nga këshyrja e vendit të ngjarjes, forcat e policisë kanë evidentuar se veç banesës Mirjan Berberit ka pasur shenja të goditjes të duajtura me armë edhe në banesat të tjera përreth. Dhe nga ekspertiza e kryer dhe nga hecimet e kryera, ka dalë në konkluzionin policia e Pogradesit se nuk ka qenë fokusja apo shinjestra banesa e Mirjan Berberit, por dy 16 vjeçarët kanë qelluar në ajër dhe përpasoj plumbat e nxehura nga Kalashnikov kanë prekur disa banesa në lagjen numër 1 të qytetit të Pogradesit. Në bazë të hetimeve dhe forcave operacionale të qytetit të komisariatit të Pogradesit është bërë mundur lokalizimi i dy 16 vjeçarëve, evidentimi i tyre, dhe më pas është gjetur arma e zjarrit e fshehur në varrezat e qytetit të Pogradesit në një varr të hapur tashmë, ndoshta nga dy 16 vjeçarës, të cilët e kanë përdorur. Pra është hapur një varr në varrezat e qytetit dhe aty 16 vjeçarët pra adoleshentët kanë fshehur armën Kalashnikov, apo jo? Ma jepni dhe njëherë regjia pamjen e vendit ku është gjetur arma. Pra, ndërkohë që Llazi edhe komenton edhe na sjell detajet. Po. Në një prej varreve në varrezat publike të qytetit të Pogradesit është gjetur arma e zjarrit së bashku me disa fishek dhe më pas gjatë kontrollit në banesat e dy 16 vjeçarëve janë gjetur edhe mjetet të tjera, një përpostues metalik të grushtit dhe mjetet të tjera të palishme. Dhe ndaj tyre qëndron akuza e mbajtjes dhe prodhimit të armëve luftarake, si dhe prishje qëtësisë publike apo dëmtimi pronës private. Po ndërkohë, Llazi, kanë ngritur pretendime ata cilët e kanë familjarën e tyre varrezën ku është hapur pra edhe është fshehur arma? Apo kanë qenë ndonjë familjari njërit prej 16 vjeçarëve? Të paktën deri në këto momente jo, nuk ka qenë familjari njërit prej 16 vjeçarëve Flor, por deri në këto momente nuk ka pasur një denoncim për dhunim apo për prishje të një vari në varrezat publike të Pogradesit, por që ka qenë policia ajo që ka shkuar drejt vendit ku është fshehur arma e zjarrit nga dy 16 Dhe si ka zbuluar policia? Nga vetë adoleshentët kanë qenë ata që e kanë rrëfyer?
në bazë të hetimeve, por edhe nga punonjësit e mirëmbajtjes së varrezave publike të qytetit të Pogradesit, është bërë edhe denoncimi se gjatë mirëmbajtjes dhe pastrimit të përditshëm apo rutinë të ambienteve të varrezave publike, është bërë denoncimi për disa vare ose për varin ku janë vendosur edhe arma e zjarit, kur është vendosur arma e zjarit që ka qenë hapur dhe pllaka e tij ka qenë në lëvizje. E kuptoj, mirë. Llazi, qëndrojmë këtu të prezantoj edhe Redion Qiriazin, mirë se vjen, ekspertin e sigurisë, që e kam tashmë jemi kështu fizikisht, jo bashkë në lidhje live. Redion, si e sheh rastin e dy 16 vjeçarëve të cilët kanë gjetur një armë në raport me sigurinë, flas edhe strategjia e tyre për të shkuar, për të marrë fishekët, për t'i fshehur në një varrez, në një vend për të thënë që nuk të shkon mendja, të mendosh në një varrez, në varrezën e dikujt. Po Flori, në situata të tilla të dhunës ndërmjet adoleshentëve në fakt i kemi hasur relativisht shpesh në shoqërinë tonë. Kemi parë se si po në atë qark në zonën e Maliqit ka qenë një sherr që u nis ndërmjet dy adoleshentëve, pak a shumë pse të pash, pse më parkalove argumente të tilla. Si dhe nga ana tjetër kemi parë edhe një dhunë shumë të madhe ndaj që kanë adoleshentët karshi njëri tjetrit, tentativa të ndryshme për vetvrasje, situata që kanë ndodhur në Gjirokastër, në Sarand, më pas në Tiranë, para një viti e pak kemi patur një situatë të ngjashme në Kavaj, pra duket qartë si që dhuna tek adoleshentët është një problematikë. Kjo pastaj mund të jetë për arsye të ndryshme. Në rastin konkret, për shembull, nëse do flasim për atë, mund të jetë thjesht çuna që gjen një armë dhe u duket vetja në majtë të botës, që nuk i kontrollojnë veprimet e tyre. Ajo që mua më shqetëson, duket vetja trendi, duket vetja e rëndësishme. Është edhe vetë mosha, le të themi, që mund të bëhen gabime të tilla dhe nuk e kuptojnë edhe rrezikun. Tani kjo edhe një lloj arme të tillë. Patjetër, po dihet që nëpër Shqipëri ka akoma një pjesë të madhe armësh që qarkullojnë edhe pas 97-s, armë të cilat nuk janë rikthyer tashmë, kështu që kjo mund të jetë një nga format. Më pas ka të bëjë edhe shoqëria, pra grupe të ndryshme kriminale që mund t'ua kenë ofruar. Ajo që mua më bëri përshtypje në këtë rast ishte që një nga këta të rinj ka qenë i dënuar më herët, pra në burgun e të rinjve për sjellje antisociale, le të themi, pra ka një farë precedenti penal. Gjë që tregon që ekziston një përqindje shumë e lartë e recidivizmit në Shqipëri. Dhe kjo nuk është thjesht ky rast, po është edhe me statistika. Rreth 84% të rinjve të cilët kanë një dënim penal rikthehen dhe ribëjnë vepra tjera penale, që nënkupton se mekanizmat e parandalimit nuk janë edhe aq efektive. Gjë që na bën të mendojmë se është e nevojshme që të mos kemi një qasje punitive, pra ndëshkuese ndaj krimit të rinjve, por një qasje më parandaluese. Kjo do të thotë bashkëpunim më të lartë ndërmjet agjensive të ndryshme, pra ndërinstitucional, do të thotë të dhënit të rinjve modele më të mira mbi të cilin ata mund të ngrejnë, le të themi, identitetin e tyre, do të thotë rritjen dhe forcimin e besueshmërisë tek institucionet e zbatimit të ligjit, pra të policisë, edhe për të denoncuar raste të tilla, por nga ana tjetër edhe për të besuar që policia është aty për të mbrojtur, dhe nëse ti ndërmerr një vepër penale, në fakt do të ndërshkohesh dhe ka pasoja, si dhe mbi të gjitha është edukimi në kuadër të zgjidhjes së konflikteve. Këtë unë e shoh një problematikë shumë të madhe. Që nuk ka një edukim thua në përgjithësi? Nuk është, domethënë, po, në çfarë aspekti edukimi? Edukimi në kuadër të zgjidhjes së konflikteve. Me këto këta adoleshent. Se tani këtu besoj që shkon përtej institucioneve dhe shkollës, ë? Besoj. Ne ta pyesim t'ja marrim një përgjigje dhe qëndrojmë pastaj edhe pak fare këtu. Domethënë, kjo pjesa e edukimit pse është e rëndësishme. Llazi, me kë jetonin adoleshentët në Pogradec? Flor, jetonin së bashku me familjet e tyre, pra me familjarët respektiv. Kanë qenë familje ndoshta të rregullta dhe kanë pasur, kanë jetuar së bashku me prindrit, por që duhet të konfirmoj atë që po thotë edhe eksperti në studio që një prej 16 vjeçarëve ka qenë më parë, do me të me një precedent të më pashëm, pra ka qenë i dënuar në vendin e ekzekutimit të dënimeve për policinë. Në çfarë moshe pas ka kryer këtë? Në mos gaboj gjysmë. Pra në moshën 14 e gjysmë 15 vjeç.
14 gjys 15 vjeç. Çfarë ka bërë? Çfarë ka kryer? Për këtë nuk jam shumë i informuar plot, kërkoj ndjes, por që nuk e kam në informacionin se përse ka qenë dënuar, por që E qartë, mirë. ka pasur një precedent që më pas penal. Okej, dakor, që ta diskutojmë me Redionin. Po, me që jemi të edukimi dhe të kalojmë pastaj tek rasti i Leonard Gurit. Pra, në lidhje me masat parandaluese dhe edukimi, unë do të thoja që edukimi në kuadër të menaxhimit të konflikteve brenda shkollës është jashtëzakonisht e rëndësishëm, gjë që nuk trajtohet në sistemin edukativ dhe aq shumë sa duhet. Pra, mos e bëj se nuk është gjë e mirë dhe do arrestohesh, nuk është ky argumenti, mesazhi që duhet përcillet. Por është mesazhi pozitiv i përgjegjshmërisë që duhet ketë i riu për të qenë një antar i shëndetshëm i shoqërisë në cilën ai jeton dhe vlerave që ai duhet të transmetoj. Dhe mbi të gjitha, si mundet të zgjidhin konfliktet njëri për njëri me tjetrin duke respektuar identitetin dhe përkatësinë e secilit individ në shoqëri. Kjo nga ana tjetër duhet shoqëruar jashtëzakonisht shumë dhe me një përfshirje të rinjve në zgjidhjet e problematikave të tyre. Në shumë qytete të Shqipërisë, përjashto Tiranën, nëse do të bësh një xhiro mbas dite do të shikosh që shumë pak të rinj kanë me se angazhohen përpos rrjeteve sociale të TikTokut dhe kur fillon ndonjë spektakël televiziv shumë popullor me të cilin mund të grinden përsëri online dhe të bëjnë sherrët e tyre, janë tepër të limituara në aktivitetet sportive dhe në aktivitetet të tjera që i ndihmojnë ata të materializojnë ambicjet e tyre në jetë. E kuptoj, kështu që s'ka shumë dhe alternativa të gjalla për që duhet mendojnë edhe... Me Arthur i thoshte në mungesë të urdhrave gjeni diçka dhe vriteni dhe ata në mungesë të bërit diçka konstruktive, pozitive, gjej diçka edhe shkrepe. E kuptoj. Redion, të falenderoj shumë. Do të kemi përsëri biseda bashkë në lidhje me sigurinë dhe uroj që të ketë një siguri të shtuar dhe sidomos tek adoleshentët ku problemi është shumë i madh, sidomos me armët të cilat po gjenden kudo. Dhe jo vetëm, po edhe futen brenda institucioneve, apo jo? E kemi vënë re që ndonjëherë depërtojnë edhe brenda institucioneve. Me që jemi këtu, si e sheti këtë qasjen e sigurisë edhe të institucioneve shkollore? Sigurisht edhe kjo është një problematik më vete. Kemi pasur rastet të adoleshentëve cilët kanë futur në përçantat e tyre të librave, thika, Doreza Tunxhi, që përdoren zakonisht në luftimet e rrugës, dhe ajo që mua më bën përshtypje është çfarë duhet ta shtyjë një adoleshent që të ndjehet aq i kërcënuar apo aq agresiv që të marrë me vete një armë e cila mund t'i marrë jetën dikujt apo t'i gjymtojë dikë. Pra, ose në përshkolla thash ne nuk kemi një edukim të mirëfillt për menaxhimin e konflikteve, ose dhuna që është duke u induktuar tek të rinjt tanë, të adoleshentët tanë, është jashtëzakonisht e madhe dhe mendoj që kjo vjen kryesisht ndoshta përmes rrjeteve sociale, gjë që absolutisht duhet i kushtojmë vëmendje. Qasja parandaluese, pra të rrisim numrin e policëve e oficerit të sigurisë në shkolla, është pozitive, por nuk mund ta bëjmë shkollën Pentagon, ku çdo i ri të vendosim edhe ato kupolat magnetike dhe çdo studenti, çdo adoleshenti t'i kërkojmë që të vër çelsat, të vër telefonin njan, të zbraz çantën, sepse dyshohet që mund të ketë armë. Në momentin kur ne arrim në këtë pikë, ka një problem më të thellë shoqëria. Pse? Në momentin kur ne mendojmë që në përshkolla fëmijët tanë mund të hasen me armë të ftohta dhe të merret jeta, ka një problem me sistemin arsimor. Pra, nuk mund të interpretohet shkolla si një burg, si një vend ku ti ke kërcënimin, po si një vend ku ti merr dijen dhe fiton liri në shoqërinë tënde përmes një kemi parë në Amerikë ku ka patur nga ata që kanë bërë sulme masive në Amerikë. Absolutisht po. Amerika është një kontekst krejt tjetër, ku praktikisht ti mund të blesh një armë në supermarket. Në supermarket e blen një armë dhe mund të shkosh në shtëpi, ku mund të marrësh licencën po si ka mundsi atje lejohet të blihet arma dhe këtu nuk lejohet dhe prap gjendet? Sepse kur ekziston qëllimi gjendet rrugdalja. Dhe ky është ajo që po përpiqem të them që në fillim, pra është edukimi dhe qasja që kanë këta të rinj, karshi përdorimi të dhunës dhe futjes së këtyre armëve. Më kujtohet, edhe unë kam qenë adoleshent, edhe ti ke qenë adoleshent, dhe kur bëj ndonjëherë krahasimin me mënyrën e të menduarit në përleshje ndërmjet çunave adoleshent.
Dikur ishte ai mendimi do ta kap, do ta shqy, do ta shkel me kom, edhe ishte ajo përplasja me grushta. Ndodhin sherrë gjithmonë. Por nuk kujtoj ndonjëherë të ketë patur në një skenar ku dikush ka thonë do marr thikën, do vete ta vras. E kuptoj. Do marr pistoletën dhe do vete ta vras. Praktikisht ishte inekzistente dhe shoh këtë zhvillim të ri të dhunës që duket sikur ka diçka që ka ndërhyrë në këtë mentalitet, do thoja. Dhe kjo është ajo që në cilën unë mendoj se duhet të reflektohen institucionet, jo thjesht institucionet e sigurisë, pa ato të edukimit, sepse nga ajo vjen gjithçka. Kështu që duhet të kemi një reflektim edhe ne si shoqëri, po edhe familja kam përshtypjen. Familja, shoqëria, institucionet shkollore, por edhe të gjitha ato institucione që përmes influencës së tyre ndikojnë në botë kuptimin e të rinjve, rrjetet sociale, mënyra se si ne i parashtrojmë lajmet, gjua agresive që mund përdoret, riviktimizimi që ndodh her pas here edhe nëpër media të individëve vulnerable apo të individëve që mund të kenë shkaktuar një faj duke mos mbrojtur në radhë parë viktimën, por duke mos qenë të kujdesshëm që atë lajm që duam ta transmetojmë, sepse për median unë e kuptoj, lajmi i keq është lajmi i mirë, por atë lajm që duam të transmetojmë për të bërë skupin, të mos shkaktojmë një dëm më të madh publik, pra të mos nxisim një urrëtie të mëtejshme. Dhe her pas here unë e shikoj edhe personalisht që kjo etik shkelet. Megjithatë, pak nga pak çdo gjë do të rregullohet dhe gjithsecili duhet bëj atë rolin e tij në shoqëri. Me që jemi këtu se më mirë do bëhet. Jo patjetër, po çështja është këtu. Çështja është këtu që edhe në shoqërinë tonë ka modele që mund të shihen edhe mund të ndiqen, po ndonjëherë duhet edhe sy për ta parë diçka, se është edhe vesh për ta dëgjuar, se nuk mundesh domethënë sillen të gjitha modelet, njeriu edhe zgjedh. Prandaj edukimi është shumë i rëndësishëm, edhe njeriu do të zgjedhë. Pse të them këtë? Sepse pas pak do të kemi një bisedë për rastin e Arjan Krajës, i cili hyri ndet për të shpëtuar 2 fëmijë, ka qenë një ngjarje që besoj të gjithë e kanë parë dhe kanë shpërndar, madje edhe një dëshirë apo thirrje për të patur edhe një njohje shtetërore pikërisht për gestin heroik që ai ka bërë. Megjithatë, do ta kem, se do kem 2 persona të cilët do të më rrëfejnë detajet edhe nga momenti i tentativave për të shpëtuar Arjanin. Po ai gjithashtu ishte një model nga kjo shoqëria jonë që doli nga kjo shoqëria jonë. Redion, falenderoj shumë.